Po hymë edhe një tek serveri, SSH server 1. Tani të shikoj ne kemi këtë komandën askinema. Është komandë askinema me dy i, si ASCII, askinema, e kemi. Kjo komanda askinema përdoret për të bërë record punës që bëhet një terminali, domethënë komandave, outputit, gjithçka që ndodh në terminal regjistron. Nuk e regjistron si video, e regjistron me tekst, por që rezultati është një lloj, si kur ta regjistronte. Dhe nëse jap komandën askinema pa asnjë opsion, kjo na tregon këtë përdorimin askinema dhe kjo karakteron në komanda rec, fillon një regjistrim. Play, i bën play një regjistrimi. Pastaj këto cut, upload e tjera mund ta ngarkojnë në një web server, në një server remote ku mund ta shikojmë që nga interneti atë regjistrimin. Kjo mund të jetë e dobishme për shembull ose për të bërë një demo, për shembull për të demonstruar diçka, edhe e bën share me të tjerët pastaj, ose për të dokumentuar një lloj pune, për shembull kur të del një gabim, e regjistron. Kur del ndonjë gabim gjatë një komande, për shembull, po përpiqesh të instalosh në një gjë, po s'të diçka, e regjistron edhe pastaj e bën share me dikë tjetër që të jap në një mendim, në një ndihmë. Le ta bëjmë një provë. Po para se të bëjmë një provë, ta shikojmë një herë si përdoret komanda rec. Pas ka disa shembuj këtu. Askinema rec demo.cast. Unë po e bëj askinema rec test 1.cast. Dhe kjo do të thotë që ajo do ta regjistrojë në këtë skedar. Ky është skedari ku do ruhet regjistrimi. Pastaj kjo rec mund të ketë edhe këtë opsionin -t që vendos titullin e regjistrimit, ose këtë opsionin i që thot limiting idle time to maximumi 2.5 sekonda. Për shembull, nëse unë jap një komandë edhe pastaj pres 5 sekonda, edhe pastaj jap komandën tjetër, ajo e limiton atë kohën midis dy komandave deri në 2.5 sekonda. Kështu që unë po i shtoj edhe këtë opsionin i2. Pra, mos ketë më shumë se 2 sekonda nga një komandë te komanda tjetër, sado që të jep ajo diferenca në kohë midis dy komandave. Edhe tani po jap enter. Tani fillon regjistrimi. Dhe kjo thot recording askinema to test 1.cast. Pra është duke regjistruar këto komanda që po bëjmë ne në të skedarin test 1.cast. Edhe thot press Ctrl D ose type exit when you are done. Pra për ta mbyllur regjistrimin ose shkruajmë exit ose shtypim Ctrl D. Tani po jap ca komanda, unë për shembull ls al. Pastaj po bëj këtë komandën 3c test dir. Test dir, meqense unë kam një direktori test dir këtu, po ta keni edhe ju aty te listimi, mund ta bëni edhe ju test dir. Les -r. Edhe po jap një enter. Po, punoj. Tani shtyp q dhe dal. Hajde. Shtyp q dhe dal nga komanda les. Tani çfarë komande tjetër mund t'i jap? Mund t'i jap komandën për shembull vim pikbash rc për të edituar të skedarin nano.rc, se vim se kemi marrë akoma. Nano.rc. Edhe shtyp enter. Thjesht po bëj ca komanda sa për provë, domethënë për të parë se si do na dalë regjistrimi në fund. Tani nëse jemi këtu tek editori nano, edhe ca gjëra i kemi mësuar në tek editori nano, kemi këtë write out, Ctrl O që përdoret për të ruajtur ndryshimet që kemi bërë në këtë skedar. Nëse duam të kërkojmë për diçka, shtypim Ctrl W, where is, për shembull Ctrl W, where is
PS1, capital P, capital S1, ku është PS1. Edhe më çon tek ajo e para. Nëse shtyp edhe një Ctrl W, tani nëse unë shtyp Enter, ajo do marri këtë fjalën e mbarshme si kërkim. Pra nëse shtyp vetëm Enter direkt, e mban mend atë kërkimin e mbarshëm dhe bën prapë përsërit kërkimin e mëparshëm. Pra këto janë disa gjëra për përdorimin e editorit Nano. Nëse dua të shkoj te një rresht i caktuar, kemi këtë go to line, për shembull Ctrl slash enter line number column number. Për shembull po i them 15, rreshti 15, më çonte rreshti 15. Nëse do t'i jepja atë numrin e kolonës, çan do të? Me kujdes. Me kujdes. Nëse do t'i jepja atë numrin e kolonës, më çonte tek ai vend në rresht. Siç është kjo where is, kjo është për replace. Për shembull, nëse dua të gjithë të diçka të ta zëndsoj me një gjë tjetër. Atëherë shtyp Ctrl edhe se s'ndel. Nuk më del kjo, me request do të ketë diçka. Nëse do të shikoj helpin, shtyp Ctrl G. Ctrl G, ky është helpi i editorit Nano. Edhe në poshtë janë edhe këto çfarë, domethënë kombinimet e qesave në tastier që bën këtë. Tani për replace kjo s'më funksionoj më. Kjo Ctrl slash nuk më funksionoj, por mund të përdorja këtë meta R. Kjo mëja është meta. Këto janë F1, F2, F3, shumë herë qesat këtu lart, në rreshtin lart të tastierës. Ta provoj një këtë me meta. Tani, për të dalë nga helpi, me Ctrl X, prapë, me close. Sepse gjë e mirë që ka ky editori Nano janë këto dy rreshta të fundit që na japin një farë ndihme të shpejtë. Po shtyp Ctrl X, dal nga helpi. Tani po e provoj një herë edhe me meta është çelësi Alt R. Edhe search to replace thotë. PS1 me çfarë do ta zënsoj, po e zënsoj për shembull me PS1 e vogël, ose më mirë s'po e bëj fare se na prishet në gjë. Kështu që thjesht po i them cancel, Ctrl C, cancel, sepse s'do ta presh. Tani për të dalë nga editori Nano, shtypim Ctrl X, exit. Ctrl X. Edhe nëse na thot për të ruajtur, nëse kemi bërë ndonjë ndryshim, i themi jo në këtë rast, se nuk kam të bëjmë ndonjë ndryshim. Tani deri këtu ishin duke regjistruar. Po shtyp Ctrl D që të ndaloj regjistrimin, ose shkruaj exit. Shtyp Ctrl D. Askinema recording finished. ASCII cast save to test1.cast. E shikoj këtu test1.cast. DSLR, shikoj dhe sa çamatësi e ka. Nuk është ndonjë madhësi e madhe. Tani, komanda Askinema ka edhe këtë nën komandën play. Po e provoj. Askinema play test 1 i cast. Kjo tani përsërit gjitha ato komandat që dashëm që parë, sepse ka regjistruar gjithë secionin, që nga momenti që filluam regjistrimin edhe. Po funksionon? Okej. Pra, edhe kjo është një komandë e bukur, Askinema, që mund ta përdorim ndonjëherë. Mund të përdoret ndonjëherë. Tani, që ta ndaloj unë këtë play, çfarë mund të bëj unë? Ta provoj një me Ctrl C? Ta provoj një? Nuk e di. Ctrl C, okej, ndaloj. Sepse s'duam që të vonojemi, që të presin shumë. Tashi, çfarë mund të bëj tjetër me këtë recording? Mund t'i bëj dhe upload në internet, që mund të shikohet
nga të gjithë tjerë, nëse unë jap linkun. Tani si mund ta bëj? Do ta bëj unë, ju mos e bëni. E bëj provë unë thjesht, vetëm që ta shikojnë çik ç'a komandash ka kjo, ka komandën upload. Ta shikojnë çik komandën upload. E do helpin nga mbrapa, command upload -h, atë upload file name. Do ngarkoj atë skedarin që sapo regjistrova. Askinema upload test 1.cast. View the recording, më jep të adresën URL ku e ka ngarkuar, askinema.org edhe me këtë. Tani po e kopjoj këtë URL-ën, copy URL, klikova me djathën dhe copy URL dhe po e hap në browser. Edhe është ai regjistrimi që bëra. Tani këtë URL unë mund t'i jap edhe dikujt tjetër, për shembull nëse dua që ta shikoj dikush tjetër, dhe kjo nuk është publike faktikisht, sepse gjithë ato shkronja nuk ka se si t'i di njëri, domethënë vetëm ata që unë jap linkun mund ta shikojnë. Nëse vi play këtu tani. Po interesant është. Shumë interesant. Okej, po I bëj stop edhe po e mbyll këtë. Më ta shmojmë dhe mikin këtu, këta tjerët s'na edhe. Tani do fillojmë me editorin Vim. Ne kemi parë editorin Nano. Editori Nano është I mirë, shumë I mirë për fillastarët. Gjithsesi, për një profesionist do të di edhe editorin Vim. Pos ditë editorin Vim, nuk ju është profesionist në Linux. Duket pak si I vështirë në fillim, po nuk është aq I vështirë. Tani, për të hapur editorin Vim, shkruajmë Vim edhe shkruajmë Enter. Këtu na jep rreshta me informacion. Këto rreshtat që fillojnë me këtë tilde janë rreshta që nuk ekzistojnë. Domethënë, tani ne kemi hapur një skedar që është bosh, ose një buffer që është bosh. Tani, nëse duam të dalim nga editori Vim, shtypim 2 pika, na del ky prompt këtu në fund dhe shtypim q për të dalë. Pra 2 pika q. Dalëm gjithë? Vetëm 2 pika kaq. Okej, edhe q, enter. Tani le të shikojmë çfarë kemi këtu. Kemi të skedarin foo.txt, po e shik të skedarin foo.txt, rm foo.txt, sepse do kryej një skedar të ri me këtë emër. Kurdo? Po. Shtyp 2 pishin. 2 pika të të shik. Edhe që, enter. Jo, 2 pika që, enter. Enter, po. Tani, do krijojmë të skedarin foo.txt, edhe themi vim foo.txt. Pra është një skedar që nuk ekziston. Në momentin që ne themi vim foo.txt, edhe kur bëjmë save, atëherë do krijojmë. Pra është skedar bosh. Tani, mënyra si punon editori Vim ka 2 mënyra pune ose 2 modes që quhen. By default është në command mode. Domethënë tani çdo gjë që shkruaj unë në tastier merret si komandë. Ka dhe një editing mode, ose text mode. Kur kaloj në text mode, çdo gjë që shkruaj në tastier merret si tekst I skedarit, që po editoj. Pra, kemi një mod për të shkruar tekstin e skedarit, dhe kemi një mod tjetër për të thënë komanda, për të thënë komanda editorit. Tani jemi në command mode dhe për të bërë insert tekst, shtypim I. Po, më falë, para se të bëj këtë unë, le të filloj këtë screen key që tregon çështat që shtypun në ekran. Pra, unë tani po shtyp I. Edhe kaloj në insert mode. Shtypa vetëm I e vogël. Tani që jam në insert mode, ma tregon edhe këtu statusi poshtë që jam në insert mode. Pra, tani doli kjo, insert. Dakor? Ju doli gjithë ajo insert në fund? Drejt. Tani çdo gjë që shkruaj unë është
tekst, futet si tekst në këtë skedarin që po editoj, fut.txt. Për shembull, le të po shkruaj të the quick brown box. Jumped over the lazy dog. Po. Jumped over the lazy dog. Edhe pik. E shkruajtë? E shkruajtë në gjithë? Yes. Tani, për të kaluar në command mode, shtypim escape. Escape është qesi në cet të tastierës lartë majtas. Shtypim escape, shikojmë tani që na iku kjo insert mode. Edhe shkruajmë prapë 2 pika. 2 pika dalim këtu te prompti. Dhe shkruaj W aty. W është për right, dhe shtyp enter. W dhe enter. Tani, po të shikoni këtë statusin këtu, thot new, se e krijoj këtë skedarin, sa po e krijoj, sepse nuk ekzistonte, new, ky skedar ka një rresht, 46 byte u shkruan 46 byte. Pra, në momentin që i thashun W është për right, që ka kuptimin save. Tani, për të lëvizur këtë kursori është vendi ku del teksti që shkruajmë ne, ai katrori bardh aty. Për të lëvizur kursorin, në vim përdore këto qelsat L dhe J për majtas djathtas. L dhe është H left, H për majtas, edhe L për djathtas. Shumë po shtyp H disa herë. Po shtyp H për të lëvizur kursorin. Mund të lëvizet edhe me shigjeta, po kjo është një mënyra klasike, domethënë. Pra me H mund ta lëviz kursorin majtas. Dhe me L mund ta lëviz kursorin djathtas. Pra kemi H dhe L në tastier. H jashtë majtas, L jashtë djathtas. Aty provoj. Provoj H disa herë, provoj L disa herë. Dakor? Pastaj kemi edhe këto qelsat J dhe K, që J është për poshtë edhe K është për A, për lart. Vetëm se tani ne vetëm një rresht kemi, kështu që s'mund t'i provojmë. Ato do të provojmë më vonë. Pra, kemi H dhe L dhe midis tyre kemi edhe J dhe K. H është majtas, L është djathtas, J është poshtë. Ë? Nuk ka rresht në poshtë. Ke shtypur ender. Po, jeni insert, ndaj, shtyp. Po. E bëre atë se çfarë? E bëre atë pika. Okej, më rrë. Pra, mund të lëvizim me qelsat H dhe L, majtas djathtas, ose J dhe K, poshtë dhe lartë. J dhe K do t'i provojmë pak më vonë. Po ashtu mund të lëvizim edhe duke shtypur 0, kështu. Nëse shtyp 0, më shkon në fillim të rreshtit. E shtypim 0 gjithë? Ose nëse shtypim dollar, shkojmë në fund të rreshtit. Me shift B dollarit të shift 4. Pra nëse shtypim dollar, shkojmë në fund të rreshtit. Pra kemi 0 fillimi i rreshtit dhe dollar është fundi i rreshtit. Po shtypim edhe një herë 0, që të shkojmë në fillim të rreshtit. Dhe tani nëse shtyp Si shërim? shtypim 0. Okej. Po, që të shkojmë në fillim të rreshtit. Tani shtypim W. W është për word, next word. Pra www shkon tek fjala tjetër, te fillimi i fjalës tjetër. Tani kjo ishte W e vogël dhe kjo, domethënë, shenjat e fiksimit i quajmë si fjalë veçantë, por nëse shenjat e fiksimit duam t'i quajmë si pjesë e fjalës, atëherë mund të përdorim W e madhe, që bëhet me shift. Pra W e madhe, prapë të njëjtin gjë bën, vetëm se po të kishim shenja fiksimi, ai do t'i konsideronte si pjesë të fjalës. W e vogël i konsideron shenjat e fiksimit si jo si pjesë të fjalës, si fjalë veçantë. Tani nëse duam të shkojmë backwards, shtypim B e vogël. B e vogël shkon një fjalë mbrapsht. Edhe B e madhe të njëjtën gjë bën, vetëm se ka të njëjtin dallim si W e vogël, W e madhe. Pra edhe me shift B, që është B e madhe, mund të shkojmë një fjalë mbrapsht, backwards.
Tani, nëse një komandë ka përpara një numër, atëherë ajo komandë përsëritet aq herë, sa është numri. Për shembull, këtu ku jam unë, nëse shkruaj 3W, atëherë ajo përsërit komandën W 3 herë, që do të thotë që kalon 3 fjalë në të djathtë. Për shembull, 3W shkoj 3 fjalë në të djathtë. Edhe një herë për shembull 2W bën 2 fjalë. Po të them për shembull Me shift. jo pa shift. Edhe W e madhe e merr një lloj, por tani po përdorim këtë W e vogël. Pra W, 3W kalon 3 fjalë. Nëse bëj për shembull 5B, 5B kalon 5 fjalë mbrapsht. Domethënë shkon mbrapsht 5 fjalë. 5B. Po më pse s'po të çon. Shtyp B. B. Ja, çfarë nuk e di çfarë shtyp. Shtyp B. Ja. Shtyp 3W. Shtyp 4B. 4B. Po, ti çfarë shka këtë mbrapsht. Pra, mund të përdorim edhe shigjetat për të lëvizur majtas djathtas, po me këto HDJ janë më klasike. Për shembull, nëse unë shtyp për shembull 10 edhe shigjet djathtas. 10 shigjet djathtas. Është e njëjta gjë, domethënë është njësoj si ta shtyp të shigjetën djathtas 10 herë. Ose nëse shtyp 5 edhe shigjet majtas, është një lloj si kur ta shtyp shigjetën majtas 5 herë. Tani, që parë ne filluam të shtonim tekst me komandën I. Dhe komanda I ka kuptimin insert aty ku është kursori. Nëse do të shtoj tekst në fund, të rreshtit, shtyp A e madhe. A-ja ka kuptimin append. Por A e madhe ka kuptimin append në fund të rreshtit, shto në fund të rreshtit. Tani po shtyp A e madhe, edhe kursori më shkon në fund të rreshtit dhe njëkohësisht kemi edhe këtë statusin insert, që tani çdo gjë që do shkruajmë ne futet si tekst, si pjesë e tekstit sketarit që po editojmë. Atëherë unë po lë një vend bosh këtu edhe them it was cool. Pik. Tani këtu ku jam shtyp enter, jam akoma në insert mode, domethënë që po vazhdoj të shtoj tekst, edhe po shtoj një rresht të dytë. Line 2 për shembull, edhe një rresht tjetër, line 3, line 4, line 5. A e madhe. Jo, A e madhe është në shift. Jo. Shtyp escape edhe një, escape, shift A. A e madhe është në shift. Tani shkruaj equals bool. Tani po ngelesh mbrapa ti thuaj, ku nuk funksionon një gjë, thuaj, shtyp enter, jo të kontrolloj një fan. Line 2, enter, line 3. Okay. Do të çelëm një mbosh aty, do s'ka gjë. Tani jemi akoma në insert mode. Për të kaluar në command mode, çfarë do të bëjmë? Escape. Pra, nga insert mode në command mode, shtypim escape. Tani jemi në command mode dhe dua që ta ruaj këto ndryshime që kam bërë në skedar. Si i ruajmë? Si i ruajmë ndryshimin? 2 pika right, 2 pika W, edhe enter, edhe enter. U doli gjithë mesazhi 5 lines, do të thonë që ka 5 rreshta. Tani, një mënyrë tjetër për të lëvizur është për shembull nëse shtyp një G e madhe. G e madhe bëhet me shift. Atëherë më çonte rreshti numër 1. Pra, një G e madhe më çonte rreshti numër 1. Pra, kjo është një mënyrë për të lëvizur kursorin direkt në rreshtin e parë. Një G. Nëse shtyp vetëm
G e madhe. Tani, unë shiko të nësë. Një G e madhe, një shik G. Ok. Funksionoj? Tani, në qëse shtyp vetëm G e madhe, më qonë në fund, në reshtin e fundit. Shift G e madhe, vetëm G. Më qonë në reshtin e fundit. Dakor? Tani, qëse shtyp 3 G e madhe, 3 G e madhe, më qonë të reshtin nëmër 3. Pra, 1 G e madhe është reshti i parë, 2 G e madhe është reshti i dytë, 3 G e madhe është reshti i tretë. Vetëm G e madhe është reshti i fundit. Zakonisht përdoret për të shkuar te reshti i parë ose te reshti i fundit. Shtyp 1 G, pastaj shtyp G për shkuar direkt në reshtin e fundit të skedarit. Tani që jemi këtu te reshti i tretë, nëse dua të shtoj një resht poshtë kësaj line 3, poshtë reshtit të tretë, atëherë shtyp O. Edhe kjo O-ja, O e vogël, na kalon në insert mode. Vetëm se hap një resht të ri poshtë reshtit ku jemi. Pra, për të kaluar në insert mode kishim I e vogël, që bënte insert aty ku ishte kursori është kjo gjëja këtu që pulson, vendi ku dalin ato shkronjat që shkruajmë në një pastier, pra kishim I e vogël, kishim A e vogël. A e vogël e shton direkt mbas kursorit. Pra është append, po direkt mbas asaj shkronjës ku jemi. Po kjo nuk është shumë e dobishme, është një lloj si I e vogël. Kishim A e madhe që na çon në fund të rreshtit ku jemi dhe fillon të shtoj karakteret aty. Tani po shikojmë që kemi edhe këtë O e vogël që hap një rresht të ri poshtë rreshtit ku jemi. Tani shtyp escape që të kaloj në command mode, edhe shtyp U e vogël. U e vogël është undo. Undo kthen mbrapsht veprimin e fundit ose editimin e fundit. Pra atë rreshtin që hapëm ne me U e kthejmë mbrapsht. Domethënë që e anullojmë atë veprimin. Tani nëse shtyp O e madhe, hap një rresht të ri si për rreshtit ku jemi. Pra O e vogël hap një rresht të ri poshtë rreshtit ku jemi, O e madhe hap një rresht të ri si për rreshtit ku jemi. Tani nëse dua ta anulloj këtë që bëra, si do ta bëj? Escape edhe U. Pra escape që të kaloj në command mode edhe U për t'i bërë undo. Funksionon? Apo se provoj ta? Okej, në rregull. Se ti edhe më thua, përshtetesëm në një. Tani nëse duam të fshim diçka në Vim, ne mund të përdorim komandën X ose komandën D. Do të shikojmë të dyja këto. Fillimisht po shkoj te rreshti i parë. Si shkojmë te rreshti i parë? Një G e madhe, shkojmë te rreshti i parë. Një G e madhe. Tani po shkoj 5 fjalë në të djallë. Si shkojmë 5 fjalë në të djallë? 5W, shkoj 5 fjalë në të djallë. Okay? Tani po shtyp X-in një 2-3 herë. X. Atëherë çfarë bën komanda X? Jo, fshin atë shkronjë ku është kursori. Pra, kursori tani është shkronja R. Nëse unë shtyp X, fshin atë shkronjë ku është kursori. Pra, është si delete, pra fshin vetëm atë shkronjë ku është kursori. Tani, si ti kthejmë mbrapsht këto ndryshimet që bëra? Shtyp U disa herë. Pra U kthem mbrapsht ndryshimin e fundit, pastaj U prap, pastaj U prap, derisa të dali të kthem mbrapsht këta ndryshimet. Dakor? Ti kështu i vinë gjitha të gjëra shumë edhe atë që shtypje çfarë, të pikshim shkruaj një, do vesh line të mboshtë, këtu line të mboshtë 3 etj. Dhe pastaj do na kapësh. Tani nëse dua të fshi 3 shkronja, që aty ku është kursori, për shembull do të fshi O, V dhe E.
Si mund ta bëj? X, pastaj K, pastaj X. Mund ta bëj x, po mund ta bëj edhe 3x. 3x është një lloj sikur të bëj x. Pra 3x është një lloj sikur të bëj x. Pra çfarë ne e bën x, fshin 3 shkronja. Po mund ta bëj edhe 3x. Nuk ka ne. A? Ja nuk më ka bërë një, bëre këtu flesh në sekundë. Se ti ishe të shkronjë fundit, kështu që aty nuk ka qatë B escape, B right. Tani këtu B trace. Shumë të shkronja. Tani nëse dua ta kthej mbrapsht të veprimin, shtyp U. Tani ka një gjë që nëse do bëja x, do bëja 3u që t'i ktheja mbrapsht, se janë 3 veprime. Tani kur bëj 3x është një veprim, fshi 3 shkronja, kështu që për ta kthyer mbrapsht vetëm një u mjafton. Pra, x-i ishte një mënyrë për të fshirë, edhe fshin një shkronjë. Tani kemi edhe këtë d-n, po d-ja fshin nëse shtyp DW e madhe. DW e madhe më fshin 3 fjalë. Jo, më fshin një fjalë. Domethënë W e madhe lëviz një fjalë. DW e madhe fshin një fjalë. Me U e kthejmë prap mbrapsht. Nëse e bëj 5 D e vogël. 5 D e vogël W 5 D W e vogël. Domethënë 5 DW. Atëre 5-a do të thënë që përsëritet 5 herë, DW do të thënë që fshi një fjalë. 5 DW fshin 5 fjalë. Shtypim një U e kthejmë mbrapsht. 5 DW. Po. Po ti këtu si ka 5 fjalë, shtyp po. B-ku 5 DW. B-ku tani. Uja gjithmonë e kthejmë mbrapsht, jo këtu në fundit. Nëse shtyp dollar më shkon në fund të rreshtit. Po të shtyp D dollar, më fshin që nga kursori deri në fund të rreshtit. Pra nëse shtyp D dollar, më fshin që aty kush kursori deri në fund të rreshtit. E kthejmë mbrapsht prap me U. Nëse shkruaj 0, nëse shtyp 0, më shkon në fillim të rreshtit, kursori. Nëse shtyp D0, fshin që aty kush kursori deri në fillim të rreshtit. Atëre po bëj D0, fshin qatë kush kursori deri në fillim të rreshtit. Edhe e kthej mbrapsht prap me U. E prova? Nëse shtyp DD, 2D, fshin gjithë rreshtin. Pra nuk ka rëndësi kush kursori mund të jetë ku doj. Nëse shtyp DD, fshin gjithë rreshtin. Edhe e kthej prap mbrapsht me një U. Nëse shtyp 3DD, çfarë do bëj? Nëse shtyp 3DD, do fshi 3 rreshta, 3DD e bëjmë provë. Edhe e kthejmë prapë mbrapsht me një U. Nëse shtyp, për shembull nëse jam këtu te rreshti 3. Shkojmë te rreshti 3. Nëse shtyp DG e madhe, çfarë do bëj? Jo, do fshi që aty kush kursori deri në fund. Domethënë nëse shtyp G e madhe, kursori më kërcen që te rreshti 3 deri në fund. Po të shtyp G e madhe, atëherë fshin gjithçka që kap, që aty ku është deri në fund. Pra G e madhe fshin që aty ku është kursori tek ai rresht deri tek rreshti i fundit. Edhe me U e kthejmë prap mbrapsht. Tani shtyp një G që të shkojë në fillim, shtyp një G që të shkojë në fillim. Shtypa kapsa. Tani nëse shtyp D4G, çfarë do bëj? Nëse shtyp vetëm 4G, çfarë do bëj? Një sekond. Nëse shtyp vetëm 4G, çfarë do bëj kursori? Shkon te rreshti 4. Nëse shtyp D4G, po, domethënë fshin qatë ku është deri te rreshti 4. 4 rreshta në këtë rast, por nëse janë te rreshti 2, fshin që te rreshti 2 deri te rreshti 4. D4G. Fshin nga aty kush kursori, nga ai rresht deri tek rreshti 4.
edhe e kthejmë prapë me u. Tani, sa që fshim diçka ne, faktikisht kjo nuk është i dhe poshtë, po ruhet në një buffer, ose po, ruhet në një buffer dhe ne kemi mundësi që ta bëjmë paste diku tjetër. Domethënë që atë që fshim ta vendosim diku tjetër. Pra, ajo fshira nuk është se e fshim totalisht, po e ruan përkohësisht në një buffer, të cilin këtë gjë që ruhet ne mund ta bëjmë paste diku tjetër. Pra mund ta vendosim diku tjetër. Dhe për ta vendosur diçka, për të vendosur atë që është në buffer, mbas kursorit, shtypim P e vogël, kurse për ta vendosur përpara kursorit, shtypim P e madhe. Tani po shkojmë tek rreshti i parë, edhe po shkruaj 5x. 5x fshin 5 shkronja. Tani po. Bravo. Ai bëra po nuk tash bëj unë se kam bëu ti pse do nuk. Sepse nuk e bëjmë unë sepse mbas kësaj do shtypim P. Domethënë fshim 5 shkronja me 5x fshim 5 shkronja që aty kush kursori. Tani bëj shtyp shkronjën P. P-ja i bën paste, po ku? Mbrapa kursorit. Pra kursori ishte te uja, ajo që u fshi u bë paste mbrapa kursorit. Atë e kthejmë mbrapsht këtë ndryshimin që bën duke shtypur 2 herë u. Uja kthen mbrapsht paste edhe uja tjetër kthen mbrapsht atë 5x-in, fshirja. Tani po bëj 3x, do fshin 3 rreshta, 3 shkronja dhe po shkruaj P e madhe. P e madhe e bën paste përpara kursorit. Domethënë posh. P e madhe e bën paste përpara kursorit. E kthejmë prapë mbrapsht me 2u, faktikisht nuk bën ndryshim. Tani po bëjmë të shembull 5DW. 5DW çfarë do bëj? Do fshim 5 fjalë, fshim 5 fjalë. Tani shtyp dollar. Shift dollar, shift kapën, shtyp dollar. Ikën në fund. Tani shtyp P e vogël, çfarë do bëj P e vogël? Paste pas pikës. I bën paste pas kursorit. Po, kursori ishte te pika, kështu që do bëhen paste mbas pikës. Dakor? E kthejmë mbrapsht me 2u, sepse një u ishte për paste, që kthejmë mbrapsht paste, edhe një u ishte që kthejmë mbrapsht fshirjen. 5DW. Tani po shkruaj 5W që të shkoj diku, aty në mes të rreshtit. Tani shtyp $. Çfarë do bëj $? Do shtypje në fund të rreshtit. Do shtypje në fund të rreshtit. Meqense me dollar kursori shkon në fund të rreshtit, $, fshin deri në fund të rreshtit. Tani shtyp 0. Shtyp 0, çfarë bën 0? Shkon në fillim të rreshtit. Shtypim P e vogël një herë. E provoj një herë me P e vogël. P e vogël e bën paste mbas t-s, sepse kursori ishte te t-ja. Po i bën një u që ta kthej mbrapsht. Dhe tani shtyp P e madhe. Provoj me P e madhe. Tani e bën paste përpara t-s, sepse kursori ishte te t-ja. P e madhe e bën paste përpara t-s. Kjo po diçka e vjen. Edhe një u. Edhe një. Nuk e çfarë ka. Tani i bëj prapë u kësaj, edhe një u tjetër u. Sta kthem mbrapsht. Tani kjo P e vogël dhe P e madhe funksionon edhe me rreshtat. Pra nëse fshi gjithë rreshtin ose nëse fshi disa rreshta. Kështu nëse shtyp DD, më fshihet i gjithë ky rresht. DD. Tani nëse shtyp P e vogël, më bëhet paste por poshtë ti rreshtit ku jam. Me P e vogël bëhet paste poshtë rreshtit ku jam. Tani shtyp U që ta kthej mbrapsht këtë pastin, edhe shtyp P e madhe.
Shtyp P e madhe që ta bëj paste sipër rreshtit ku jam. Bëj prap U edhe një tjetër U, që ta t'i anulloj këto ndryshime. Pra, nëse fshin një gjë, ajo nuk humbet plotësisht, por ruhet në buffer, në një buffer, dhe me P e vogël e bëjmë paste mbas kushtorit, nëse është një pjesë, domethënë nëse janë disa shkronja, dhe me P e madhe e bëjmë paste përpara kursorit. Por nëse kemi fshirë një rreshtë ose disa rreshta, P e vogël e bën paste poshtë rreshtit ku ndodhet kursori dhe P e madhe e bën paste sipër rreshtit ku ndodhet kursori. Tani në vend që ta fshijmë ne diçka, mund edhe t'i bëjmë një copy, ta kopjojmë. Dhe kjo bëhet me komandën y, që vjen nga fjala yank. Unë se ti tamam çfarë do të thënë në anglisht yank, po diçka që e merr, domethënë, e merr dhe e çon në një buffer. Për shembull, nëse shtyp YW, W ka kuptimin e fjalës. Kjo Y ka kuptimin copy, atëherë më kopjon këtë fjalën V, besoj, që është fjalë e parë. Tani nëse shtyp P e vogël, ajo më bëhet paste, por mbrapa shkronjës T, sepse kursori ishte te T-ja. Kështu që shtyp një U, edhe shtyp P e madhe, shift P. Tani që shtypa P e madhe më bëhet paste përpara T-s. Tani aty kur kam shtypur unë atë Y-n, është kopjuar edhe vendi bosh, sepse po të shtyp W, kursori më shkon te C-ja. Kështu që ajo YW ka kopjuar që nga T e madhe e deri te C-ja duke përfshirë edhe vendin bosh. Kështu që kur bëj P e madhe, më bëhet paste kjo fjala dhe po bashkë me vendin bosh. I bëj një U prap. Tani po të shtyp test YW. Qa ka bërë kjo? Se këtu nuk shikojnë në ndryshim, po kjo ka kopjuar 5 fjalë, po të shtyp 5W, shkoj 1, 2, 3, 4, 5. Kursori shkon këtu tek O-ja, nëse shtyp 5W. 5YW, atëherë kopjon që aty kush kursori deri tek O-ja, bashkë me këtë vendin bosh. Tani po të bëj P e madhe, ato 5 fjalët më vendosen përpara shkronjës ku ishte kursori. 1, 2, 3, 4, 5 fjalë. Shtyp U që ta kthej mbrapsht. Nëse shtyp 2Y, është i puna e DD-s. DD-ja e fshinte atë rresht kush kursori, YY e kopjon atë rresht kush kursori. Pra, nëse shtyp WY, kopjon atë rresht kush kursori. Po të shtyp P e vogël, ç'a do ndodh? Po të shtyp P e vogël, do kopjohet pas rreshtit ku ndodhet kursori. Për shembull, nëse unë çoj kursorin te rreshti 3, edhe shtyp P e vogël. P e vogël e kopjon, e bën paste poshtë atij rreshti. Shtyp U që ta kthej mbrapsht, edhe shtyp P e madhe. P e madhe e bën paste sipër rreshtit ku ndodhet kursori. Shtyp prap U. Tani unë jam tek rreshti 3. Nëse shtyp Y, G e madhe, ç'a do ndodh? Po, e kopjon që aty dhe të ky status si këtu në fund më thot 3 lines janë. Pra ka kopjuar 3 rreshta, që aty kush kursori deri tek rreshti i fundit. Nëse shtyp P e madhe, mi kopjon ato 3 rreshta sipër rreshtit kush kursori. I bëj një U, undo. Nëse shtyp U dollar, për shembull, nëse shtyp Y dollar, e kopjon që aty ku është kursori deri në fund të rreshtit. Nëse shtyp P e madhe, i bën paste përpara shkronjës ku është kursori. E kthej mbrapsht me undo.
Tani jemi tek rreshti i tretë. Nëse duam ta bashkojmë rreshtin e tretë me rreshtin më sipër. Si mund ta bëjmë? Kjo bëhet me je e madhe. Join. Shift J, je e madhe. Bashkoj rreshtin më poshtë faktikisht me këtë rresht. Po ta shtyp edhe një herë, bashkon rreshtin më poshtë me rreshtin ku ndodhet kursori. Po. Atëherë për ta kthyer mbrapsht, shtypim 2 herë undo. Pra, je e madhe është për join. Dhe bashkon rreshtin më poshtë me rreshtin ku është kursori. Po shkoj prapë tek rreshti i parë me 1G e madhe. Tani dua të kërkoj për shkronjën A. Dua të kërkoj për një shkronjë. Atëherë shtyp FA. F është për find. Find A. Edhe ajo më shkon aty ku është shkronja A. Nëse shtyp pikpresje, e përsërit edhe një herë atë kërkimin e fundit. Pra, me pikpresje, përsërit edhe një herë kërkimin e fundit. Domethënë, shkon te shkronja tjetër A. Nuk e di kjo vazhdon edhe te rreshti tjetër apo jo, po mund ta provojmë me E për shembull. Find E, FE, kërkon vetëm në të rresht, nuk kalon te rreshti tjetër. Po të shtyp 0, FE, me gjën këtë M, e përsëris me gjën N tjetër, e përsëris me gjën N tjetër, e përsëris me gjën N tjetër, e përsëris me pikpresje, nuk gjën më. Domethënë nuk kalon te rreshti më poshtë. Kërkon vetëm në këtë rresht, kjo komanda F. Por nëse dua të kërkoj në të gjithë këtë tekstin, në të gjithë bufferin, mund të shtyp të slashi, edhe më del ky prompti këtu në fund, me slash. Edhe shkruaj një fjalë, për shembull shkruaj line. Pra shtyp slash edhe shkruaj line. Edhe ajo gjen një fjalë që përputhet me këtë që kam shkruar unë. Edhe shtyp enter. Tani, nëse dua të shkoj tek fjala tjetër, që është e njëjtë me line, mund të shtyp n për next. N më çon tek fjala tjetër line. Me n. N është next, kërkon atë gjën tjetër. Tani për ta zëntuar një fjalë me një fjalë tjetër, shtypim këto 2 pika që të na dalë ky prompti këtu në fund dhe këtu do japim një komandë që është për replacement. Po para se të japim komandën për replacement, shkruaj këtë përqindjen që ka kuptimin në gjithë tekstin. Pra kjo nënkupton në gjithë tekstin dhe pastaj bëj këtë s, që është për substitute. Substitute çfarë do zënцoj? Do zënцoj fjalën line me fjalën line e vogël. Edhe i çoj edhe këtë modifikuesin G nga mbrapa që mund ta zënцoj edhe nëse ndodhet disa herë në një fjalë, duhet që ta zënцoj. Kjo është e njëjtë me komandën sed. Pra nëse e mbani mend kur përdorim komandën sed, streamline editor, ajo kishte këtë komandën s, substitute. Pra i thot zënco këtë fjalë me këtë fjalën tjetër. Pra ta nxjerrim edhe një herë këtë, e nxjerrim me shigjetën lart. Pra kur shtypim 2 pika, na hapet ky prompti këtu poshtë. Këtu te ky prompti këtu mund të shkruajmë disa komanda set. Kjo përqindja ka kuptimin zëvendëson në të gjithë përmbajtjen e skedarit. Pra nga rreshti i parë deri tek rreshti i fundit. Por një mënyrë tjetër për të thënë nga rreshti i parë deri tek rreshti i fundit është që ta bëjmë edhe kështu. Mund të themi një arti, më ndiq. Mund të themi një presje dollar. Një është numri i rreshtit, është rreshti i parë. Dollar është përfaqëson rreshtin e fundit. Një presje dollar nga rreshti i parë deri tek rreshti i fundit. Ose mund të them nga rreshti i dytë deri tek rreshti i fundit. Mund të them 2 presje dollar. Ose 3 presje dollar. Domethënë nga rreshti i parë deri tek rreshti i fundit bëj këtë komandë substitute, sepse kjo komanda vepron rresht për rresht, për gjithë ta rreshtat që bëjnë match këtu. Dhe tani po e bëj zëvendëso line me l të vogël, line me l të madhe. Pra, bëni këtë komandë s, substitute, line me l të vogël, zëvendësoj me line me l të madhe.
Kanë gjithë? Yes. Sepse do të shtypësh 2 pika, ja? Do të shtypësh 2 pika. 2 pika. Tu tani shkruan $1 vend bosh substitute jo se e marrë, kushtë se e marrë, po slash shikoj aty. Po, bëjmë një të madhe pas, se ti unë e kreva mbrapsht në ndryshimi që kisha bërë çfarë. Po. Slash, edhe një slash, G-ja, do të thënë që nëse fjala line dhe disa janë njëresht, zënësojnë gjitha fjalët. Se të parë të gëm, zënësojnë vetëm të parë që shtypende. Tani, shtyp edhe një 2 pika. Nxirja me shqip lartë, komadën e bashkë. Tani këtë lënë e madhe bëhet të vogël, këtu, që ta kesh mbrapsht ato që bëhet. E ka funksionajë, në rregull. Tani, po e provoj edhe një këtë ndryshimin nga L e madhe tek L e vogël, pra me të njëjtën komandë, shtypim 2 pika, nxjerrim me shqip lart, vetëm se do të ndryshoj nga L e madhe tek L e vogël dhe në fund të G-s po shtoj edhe këtë C-n. Kjo C-ja ka kuptimin confirmation, do të thënë që para se ta bëj një zëvendësim të kërkon konfirmim, sepse deri tani ne japim enter, ajo i bën gjitha. Tani i japim enter, ajo ka fjalën e parë, edhe thot replace with line, mund t'i them yes për ta zbuluar, mund t'i them n për ta anulluar, mund t'i them a për all, do të thënë që bëj gjitha zëvendësimet, ose mund t'i them q për quit, do të thënë që stop, mos vazhdo më me zëvendësime, ose kjo l-ja është për last, bëj këtë zëvendësime dhe mos vazhdo më. Po, sepse nuk më pat me kujdes, nxirr edhe një këtë komandë, tani ti nuk e line me L të vogël, po zëvendësoj nga L. Po tani ti do të zëvendësosh prap line me L të vogël që nuk ka aty, nuk e çka të zëvendësosh me L të vogël, okay? Ende? E kohë? Po vetëm që apo të pjesë edhe në vizë. Okej, në rregull. Pra, mund të shtyp pjesë tani dhe e bën të zëvendësimin e parë, kalon tek e dyta. Këtu i them no, mos e bëj. Tani mund t'i them këtu L. L do të thënë bëj të zëvendësimin dhe mos vazhdo më. Last. Shtyp L, last. Edhe më bëri këto zëvendësime. Do të thënë, kjo ti jep mundësi që mos t'i zëvendësosh gjitha, po të zëvendësosh vetëm disa në bazë të rastit, me konfirmim. Tani, po dal nga ky skedari pa i ruajtur ndryshimet. Po të dal nga skedari, për të dal nga editori Vim, ne përdorim q. Po nëse ka ndryshime të paruajtura, ajo të pyet, ti ruaj ndryshimet apo jo. Po nëse unë dua të dal pa i ruajtur ndryshimet, i them q dhe çudice. Q dhe çudice do të thonë dil pa i ruajtur ndryshimet. Dil pa i ruajtur ndryshimet. Tani po ta shikoj këtë kat fu.txt. Ka ato që kanë ruajtur qerën e fundit. Do të thënë, këto provat e fundit që kemi bërë ne, që faktikisht shumicën e tyre i thyen mbrapsht, nuk i ka. Tani me këtë editorin Vim mund të editojmë edhe disa skedar njëkohësisht. Për shembull, po krijojmë edhe një skedar tjetër, edhe 5 minuta, se faktikisht ora vajti, po do vazhdojmë edhe 5 minuta sa të ndalojmë. ls-l/usr/bin, po e ruaj në skedarin ls output.txt. Tani po shikoj edhe një herë çfarë ka kjo ls output.txt. Është outputi i komandës lsl. Tani shkruaj vim fu.txt ishte skedari që po krijonim që parë, edhe ls output.txt është skedari që krijuam tani. Edhe japim enter.
Okej, bravo. Tani shkojnë Vim dhe me 2 janë asketarë. Shkruaj Vim, një sekund, shkruaj dhe lësë shtypim enter. Tani, këtu janë 2 buffers që quhet. Pra, Vim i quan buffers, ata sketarët që janë duke u edituar. Dhe për të parë listën e këtyre mund të shkruajmë 2 pika buffers. Pra, shkruajmë 2 pika buffers edhe na tregon që kemi të buffers number 1 kemi këtë skedar foo.txt dhe buffers number 2 kemi këtë ls output.txt. Press enter or type command to continue. Po shtypim enter. Mbaroj outputi i komandës buffers. Tani, nëse duhet të kaloj tek nga ky është bufferi i parë, nëse duhet të kaloj tek i dyti, shkruaj 2 pika bn. Bn është për next, buffer next. E provoj edhe një herë, bn. E provoj prapë, bn. Do të thënë nga i dyti, kur i thua next, kalon prapë tek i pari. Tani, siç është kjo bn, kemi edhe komandën bp, buffer previous. E provoj prapë, 2 pika bp, 2 pika bp. Pra, për të kaluar nga një buffer të tjetri. Dakor? Funksionon? Ose mund të shkruaj edhe këtë, për shembull 2 pika buffer 1 ose buffer 2. Për të shkuar te buffer numër 2, shkruaj 2 pika buffer 2 ose 2 pika me shigjet lartë buffer 1. Pra, për të kaluar nga një buffer të tjetri. Tani, duke edituar, ne mund të kopjojmë disa rreshta të një buffer edhe të shkojmë te bufferi tjetër dhe t'i bëjmë paste. Domethënë, ajo bufferi copy paste është i përbashkët për të dyja. Për shembull, jam tek buffer numër 1, po shkruaj 1G për të shkuar te rreshti i parë. 1G shkoj tek rreshti i parë dhe shtyp Artin, nuk po më ndjek. Shkoj tek bufferi tjetër. Si shkoj te bufferi tjetër? Okej, edhe pa të më bëshë markë. Tani shtyp 1G për shkuar të rreshti i parë, edhe shtypim 2Y. 2 pika 1G. Jo 2 pika, vetëm 1G. Një G e madhe. Akoma se mësuar ti, ne e përshtypim 20. Tani shtypim 2Y për të bërë kopi, për të kopjuar të rresht ku jemi. Pastaj shkojmë tek bufferi tjetër, bn, shkojmë tek bufferi tjetër, edhe po e vogël. Kjo më bën paste atë rreshtin që kopjova nga bufferi tjetër. Tani me 2 pika që edhe pikçudice dal nga ky buffer pa e ruajtur. Faktikisht dal nga Vim komplet pa i ruajtur ndryshimet. Okej, me kaq po e mbyllim edhe për editorin Vim. Edhe nesër do fillojmë duke bërë në një program në bash. Do të thënë do fillojmë me bash scripting, me skriptet bash.